të mjaftueshme për transformim. Me pikën e dytë do të kaloj më pak kohë. Ju a them këtë për t'ju inkurajuar. Të mjaftueshme për shpëtim dhe të mjaftueshme për transformim. A nuk po i referohet transformimit në vargjet 16-17, ku thuhet se i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia? Po ashtu, ju do të vini re se në fund të vargut 17 thuhet që pra cili është qëllimi, që njeriu i Perëndis të jetë i përkryer, të rësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Me qëra fjala, Pali nuk po mëson për doktrinën e frymëzimit këtu. Nuk po themi se këto vargje nuk na mësojnë asgjë në lidhje me frymëzimin. Por, për sa i përket qëllimit të tij, ai nuk po na jep një fjalim mbi frymëzimin e shkrimit. Kjo deklaratë madhështore dhe përmbledhëse nga ana e Palit tregon që Bibla është absolutisht thelbësore si për pjekurinë, ashtu edhe për dobinë e krishterë. Ai nuk po e informon Timoteun për faktin që shkrimi është i frymëzuar. Timoteu nuk kishte pikë dyshimi për këtë gjë. Përkundrazi, Pali po i kujtonte Timoteut që themeli i dobisë së shkrimit qëndron në frymëzimin e tij. Arsyeja, i thot ai, që mund ta përdorësh kështu, është për shkak të natyrës së këtij libri. Ky është një libër si asnjë tjetër në gjithë botën, sepse ky libër është theopneustos, është i frymëzuar ose i hukatur nga Perëndia. Kuptimi i kësaj është i mistershëm dhe i mrekullueshëm. Nuk është se shkrimet ekzistonin dhe Perëndia erdhi dhe hukati jetë në veprat e një apo disa njerëzve. Përkundrazi, Perëndia i hukati ato. Ai foli dhe nga goja e tij dolën vetë shkrimet. Vetë ekzistenca e tyre përmes njerëzve të zakonshëm në kohë të jashtëzakonshme, të përcjella me personalitetin e tyre dhe në mjedisin e kontekstit të tyre historik. Ata shkruan si njerëz të zakonshëm, por të frymëzuar nga fuqia e frymës së Perëndisë. Perëndia realisht po e hukaste të vërtetën e tij që përmes saj njerëzit të mund të vinin në shpëtim dhe populli i Perëndisë të mund të transformohej. Transformimi që ndodh na përshkruhet në vargun 16. Shkrimi është i dobishëm për mësim, për të mësuar besimin. Ndërsa udhëtoj në shtete të ndryshme si burr plak që jam, ka djem të rinj që vinë dhe duan të më takojnë. Pra, të gjithë ata që janë në të 30-tat dhe disa në fund të 20-tave. Ata kanë gjithmonë të njëjtat pyetje nëse janë përfshirë në mundësitë e shërbesës pastorale, nëse tashmë janë futur në atë shërbesë. Ata duan të dinë dhe pyesin: çfarë mendon se duhet të bëj? Cili është çelësi? Çfarë duhet të përpiqem të arrij? Përgjigjja ime është gjithmonë e njëjta dhe mjaft e mërzitshme. Jep mësim Biblën. E po, thon ata, duhet të ketë diçka më tepër se kaq apo jo? Duhet të ketë një sekret, një buton të fshehtë, një lev, pra diçka që mund ta lëviz. Jo, Bibla është e dobishme për të dhënë mësim mbi besimin. Ju keni dëgjuar për atë djaloshin që i shkroi peshkopit të tij si një klerik anglikan. Ai ishte asistent dhe ishte i ngazëlluar nga që kjo ishte hera e parë që do të predikonte në kishën e tij. Ai i shkroi peshkopit të vet, i cili e kishte shuguruar dhe i tha: "I dashur peshkop, të dielën do të bëj predikimin tim të parë." "Për çfarë të predikoj?" Peshkopi i shkroi një kartolinë ku thjesht i tha: "Prediko Biblën. Prediko për afërsisht 20 minuta." Sigurisht që pjesën e parë e kisha të qartë në mendjen time. Nuk jam i sigurt nëse e kam kuptuar pjesën e dytë. Prandaj le të vazhdojmë. Shkrimi është i dobishëm për mësim, për ndreqje. Ndreqje. Me fjalë të tjera, për të korrigjuar gabimin, për të vënë në pah gabimet. Tani ju shkoni në disa kisha dhe ata ju thonë: "Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në kishën tonë. Ne jemi shumë pozitiv, progresiv, paqësor, qetësues dhe..." E kuptoni vetë pastaj. Ata thjesht duan që ju të dini se gjithçka është në rregull. A ndihesh mirë? Gjithçka është mirë, do të jesh mirë. Unë jam ulur aty dhe gjëja e vetme që di me siguri për veten është që nuk jam mirë. Prandaj ky është një zhgënjim i madh që në fillim. Nëse besojmë në mjaftueshmërinë e shkrimit, atëherë do ta shpallim atë në mënyrë të tillë që të na mësojë mbi besimin dhe të qortojë gabimin. Nuk po themi se bëhemi nga ata njerëz që e kalojnë gjithë jetën e tyre duke kërkuar gabime dhe ta bëjmë si mos më keq shtjellimin e shkrimeve, duke e katandisur atë thjesht në një mjet për të thënë se ne kemi të drejtë dhe se ky tipi e ka gabim, se ajo kish nuk po i bën gjëra si duhet dhe kështu nuk jemi gjë tjetër veç se kopuk rindavec. Pali nuk po flet për këtë. Ai po thotë se në ekuilibrin e shtjellimit të shkrimit, njerëzit jo vetëm që do të mbushen me një dashuri për Krishtin dhe do të nxiten për ta ripërtërir për kushtimin e tyre ndaj besimit, por gjithashtu jeta e tyre do të përshtatet me të vërtetën e fjalës së Perëndisë. Gabimet në besim, gabimet në sjellje duhet të vijnë në dukje, dhe kjo duhet bërë me një frym dashurie dhe mirësie të vërtetë.
Nëse i lexoni letrat pastorale të Palit, do të shihni se ai është shumë i gatshëm për të identifikuar rreziqet, shumë i gatshëm për të identifikuar mashtruesit, sepse e kupton se sa kritike është që jo vetëm të mësohet besimi, por edhe që gabimi të qortohet dhe që korrigjimi të ndodh. Disa nga ne janë shumë të zotë për të qortuar, por nuk janë të mirë për të ndrequr. E mbani mend atë mësuesen që kishte një vizore të gjatë? Ajo ju thoshte të dilnit përpara. Dil tani, dhe të shohim se çfarë ke bërë. Aha! Ju dilnit dhe ngrinit krahun e bankës. Të paktën kështu ishte në Skoci, dhe pastaj e ulnit atë. Në fillim tregoheshin të gjithë shumë të mirë. Shiko këtu. Aha. Dhe pastaj ju thoshin, çoje këtë në shtëpi dhe tregoja mamit, dhe merr zemër. Diçka e tillë duket si harta e Sudanit me një X të kuq në mes si shënjestër. Kjo nuk është gjë e mirë. Nuk mjafton që pastori t'i paralajmërojë njerëzit për shtegun e gabuar. Ai duhet t'i drejtojë ata në shtegun e duhur. Nuk është mirë nëse gjithë kohën u bie me që kanë problemeve të njerëzve. Ata e dinë që kanë probleme. Tani, cili është çelësi për këtë gjë? Mos bëni predikime tematike. Predikoni Biblën. Me qira fjala, deklarata mos bëni predikime tematike nuk është një deklarat kategorike. Më lejoni që ta them sërish me fjalë të tjera. Ka rrezik që nëse do të bëjmë predikime tematike, do të predikojmë për atë që na duket më e lehtë ose temat tona të preferuara, por do t'i shpërfillim ato që nuk na pëlqejnë. Pra do t'i shpërfillim të gjitha temat e vështira. A do të dëgjojnë ndonjëherë njerëzit tuaj ndonjë mësim të fortë frymëror? Nëse shkonte një trajner golfi dhe ai të thotë, "Dakor, kape mirë shkopin, zër pozicion dhe godite topin." Dhe pastaj të shehet të thotë, "E kape gabim, qëndrove gabim, e godite gabim, e mbylle gabim." Mësimi bën $75. Faleminderit. Jo, kjo nuk të ndihmon. Bindja, ndreqja, edukimi në drejtësi, ripërcaktimi i drejtimit të jetës sonë, që njeriu i Perëndis të jeti përkryer, të rësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Kjo është sfida e madhe e kohës sonë. Cila është përgjigjja për ata besimtarë plotësisht të pjekur? Fjala e Krishtit të banojë në ju me begati, thot Pali te Kolosianëve 3. Qofshin shkrimet udhëzuesi juaj, qofshin ato ushqimi juaj, qofshin ato harta juaj. Në këtë libër keni gjithçka që ju nevojitet. Fjala ose fraza që përdoret këtu për të rësisht i pajisur, përdorej për të përshkruar një varg shpëtimi, e cila ishte e pajisur me të gjitha materialet e nevojshme për të nisur për një lundrim. Mjerisht ka shumë besimtar të pajisur aq pak, saqë kur dalin për të lundruar në det të hapur dhe takojnë marinar në vështirësi, të cilëve po mbytet anija, pasi kanë marrë përsipër gjithçka që i pengon ta shijojnë jetën dhe të rriten në besim, ne nuk jemi aty për të folur, sepse nuk jemi burra dhe gra që e kanë përqafuar mjaftueshmërinë e librit. Jim Peckeri në një rast tha: "Nëse do të isha djalli, njën nga synimet e mia të para do të ishte që t'i ndaloja njerëzit të gërmonin në Bibël." Kjo konferencë është shumë e përshtatshme për kohën kur jetojmë, sepse pavarësisht nga të gjitha theksimet dhe nga të gjitha përpjekjet, në fakt ne nuk po arrijmë ndonjë gjë të madhe në çështjen e ungjillit. Gjatë këtij udhëtimi, përveç theksimit të shumë gjërave, ka pasur gjithashtu edhe një dobësim të besimit në mjaftueshmërinë e Biblës. Të mjaftueshme për shpallje. Shkrimi është i mjaftueshëm për shpëtim, i mjaftueshëm për transformim dhe, së fundi, shkrimi është i mjaftueshëm për shpallje. Ja pse, ndërsa Pali vazhdon në kapitullin 4, ai thot: "Dua që të predikosh fjalën." Kjo është një nxitje shumë serioze që ai i jep Timoteut, apo jo? Ai thot: "Jezusi do të shfaqet. Mbretëria e tij do të vijë në gjithë plotësinë e saj. Burrat dhe gratë do të përballen me gjykimin. Prandaj, në dritën e këtyre të vërtetave, po të jap këtë porosi. Prediko fjalën e Perëndis." A nuk është interesante kjo? Kjo është letra e tij e fundit. Nëse do t'i shkruanit dikujt një letër të fundit, sigurisht që do të shkruanit për ato gjëra që ishin më urgjente në mendjen tuaj. Nuk do ta mbushnit letrën me çështje të parëndësishme. Do të donit të siguroheshit që kushdo që do ta merrte letrën, ta kuptonte thelbin e asaj që po i thoshit. Dhe tani, ndërsa Pali kalon në pjesën e fundit të letrës, ai thot: "Në dritën e gjithë sa do të ndodh, në dritën e gjithë pështjellimit me të cilin po përballesh dhe në dritën e të gjitha tundimeve që gjenden përpara teje për të ndjekur pushtetin dhe pasionet e rinis, Timote, si djalë i ri që je, dëgjo. Kushtoja veten kësaj. Prediko fjalën e Perëndis. Bëje këtë gjë sepse ajo është e mjaftueshme jo vetëm që njerëzit të pajisen dhe të shpëtohen, por ajo është e mjaftueshme edhe për ta ndërtuar kishën. Ju mund të mblidhni një turm të madhe me lloj-lloj mjetesh,
por kishën e ndërton vetëm Perëndia. Ata që janë thirrur në privilegjin e predikimit, janë thirrur për një detyrë shumë të lartë. Në Dasht Perëndia, herën e ardhshme do të flasim pak për fuqinë dhe rreziqet e kësaj detyre. Mirë po, ndërsa e mbyll, më lejoni të theksoj që ne duhet të predikojmë fjalën. Në vende të tjera, kjo quhet gjithashtu doktrina e shëndosh, e vërteta në vargun 4, si besimi në vargun 7. Jim Peckeri erdhi në Skoci para disa vitesh dhe po i fliste një grupi predikuesish skocez. Ai u dha atyre për kufizimin e predikimit. Ai tha se predikimi krishter është ngjarja kur Perëndia i sjell një bashkësie nga vetja e tij përmes fjalëve të një folësi njerëzor, një mesazh udhëzimi dhe drejtimi të bazuar në Bibël, një mesazh të lidhur me Krishtin dhe që ndikon jetën, nga vetja e tij përmes fjalëve të një folësi njerëzor. Tani, kur e përdorim këtë si standard, shumë shpejt bëhet e qartë që jo çdo performancë nga pas foltores është predikim. Nuk po flas për stilin, por qasja shumë e lirshme dhe plot fjalë, e cila ka aq pasion sa edhe dikush që lexon adresarin e shpërfill këtë detyrë dhe nuk i bën asnjë përshtypje bashkësisë se Perëndia është gati për të folur përmes fjalës së tij. Prandaj, në vend që bashkësitë të hyjnë në adhurim me pritjen që do të dëgjojnë një fjalë nga Perëndia, si një mundësi për ta lavdëruar atë, për ta dëgjuar atë të flas, bashkësia e zakonshme është aty me një frym shkëputjeje dhe pasiviteti. Ata vinë si vëzhgues për të vlerësuar performancën në vend që të jenë pjesëmarrës që presin të dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Në vend që të ulen dhe të luten gjithë pritshmëri, fol, o Zot, sepse shërbëtori ju të dëgjon dhe po pret fjalën tënde të hirshme, ata ulen, rehatohen dhe presin të shohin nëse ndonjëra nga gjërat që do të thotë predikuesi do të duket interesante. Si rezultat, shumë kisha po rriten duke dëgjuar tipa që flasin me një tekst të caktuar. Kështu janë ata. Janë thjesht tipa që din shumë dhe që ngazëllohen për gjëra të caktuara. Mirë po, në atë që thonë, nuk ka asnjë ndjesi të fuqisë së frymës së Perëndisë. Nuk ka asnjë ndjesi që ajo fuqi po i pushton jetët e individëve. Nuk ka asnjë përjetim të shpimit të zemrës që të bën të thuash, burra, vëllezër, çfarë duhet të bëjmë? Në thelb të kësaj, kur takoj individ të tillë dhe kur e shoh veten time tek ata, se si fare lehtë tërhiqem nga qasja e tyre, e dalloj elementin që mungon. Dhe ky element është bindja në lidhje me mjaftueshmërinë absolute të këtij libri. Në fund të fundit, nuk e vras mendjen nëse mendoni se fola gjatë, shkurt, mirë, keq, me humor apo çfarëdo qoftë. Sa për mua, më intereson fort pak që të gjykohem prej jush ose prej dite gjyqi njerëzor. Madje as vetvete nuk e gjykoj, sepse nuk jam i vetëdijshëm për asnjë faj, por për këtë nuk jam justifikuar. Unë do të qëndroj përpara Perëndisë të gjithë pushtetshëm dhe do të jap llogari për çdo rast, duke përfshirë edhe këtë që po ju them tani, kur kam qëndruar përpara një grupi njerëzish ndërmjet një Perëndie të shenjtë dhe atyre që ai ka zgjedhur që t'ua komunikojë të vërtetën e tij në mjaftueshmërinë e fjalës së tij. Prandaj nuk duhet të merremi me vogëlsira. Për të pasur një rast predikimi të vërtet, kërkohet një bashkësi që lutet dhe pret, si dhe një predikues i cili lutet dhe pret sikurse ata. Prandaj ai i thotë, dëshiroj që të jesh i përgatitur. Ti je i përgatitur për ta bërë atëherë kur duhet dhe atëherë kur nuk duhet. Do të doja të kisha thënë jo kur më telefonuan dhe më thanë, John MacArthuri është sëmur. A mund të predikosh në vend të tij? Por nuk mund të thosha dot jo. Pse? Për shkak të mjaftueshmërisë së Biblës. Në të thuhet se duhet të jesh gati për ta predikuar fjalën atëherë kur je gati dhe atëherë kur nuk je. Unë pra nuk isha më të vërtet gati. Disa nga ju po e shtyn bashkëshortën e tyre me bërryl dhe po i thonë, e sheh, të thash që ai nuk ishte gati. E po, pjesën tjetër do t'ju lë për detyrë shtëpie. Njerëzit nuk i zgjedhin kishat mbi bazën e së vërtetës. Ata nuk dëgjojnë në fillim predikuesin dhe pastaj të vendosin nëse ajo që kanë dëgjuar është e vërtetë apo jo. Në fillim, ata vendosin se çfarë duan të dëgjojnë dhe pastaj shkojnë dhe zgjedhin mësues të cilët do t'u thonë ato që dëshirojnë të dëgjojnë. Ky është vargu 3. Sepse do të mbledhin grumbull mësues për të gudulisur veshët. Më thuaj gënjeshtra, më thuaj gënjeshtra, më thuaj të ëmblat gënjeshtra. Më thuaj që gjithçka është në rregull, je në rregull. Kështu thon njerëzit në jug, je në rregull. Isha në Dallas dhe po e praktikoja këtë. Ju mund të më thoni, bën mirë të vazhdosh e të praktikosh më shumë. E kuptoj, por këtë thon ata. Dua që ta dini se jeni një grup përshëmbari. Të gjithë jeni në rregull. Njerëzve u pëlqen kjo. Më thuaj që jam i pashëm, më thuaj që jam i lezetshëm, më thuaj që jam në rregull, më thuaj ato që dëshiroj të dëgjoj. Jo, i thot Pali, por ti,
ata do t'i largojnë veshët nga e vërteta, do të shkojnë pas miteve. Nga kisha do të dalin njerëz që do të thonë gjërat më të pabesueshme. Ku i gjejnë gjërat të tilla vallë? Kur njerëzit nuk besojnë më te Bibla, nuk është se nuk besojnë asgjë. Ata fillojnë të besojnë gjithçka. Nëse keni parë njerëz që nisën udhëtimin e tyre të besimit, njerëz të cilët bënin pjesë në grupin e parë të shëmbëltyra e mbjellësit dhe i takoni ata në udhëtimin e tyre frymëror, nuk mund ta besoni dot që mendjet e tyre janë të mbushura me broçkulla të ndryshme. Çfarë bën ata? Ata u larguan nga e vërteta. Ata shkuan pas përrallave. E po, çfarë duhet të bëj pastori? Të vrapoj dhe t'i ndjek nga pas? Të përpiqet dhe t'i korrigjoj? Jo. Përgjigjen e gjeni në varkun 5. Por ti je i kthjellët në çdo gjë. Hiq keq, kryeje punën e ungjilltarit, përmbushe plotësisht shërbesën tënde. Disa nga ju që janë të pranishëm janë pastor. Ju që keni qenë duke e bërë këtë gjë për një kohë të gjatë dhe me shumë vështirësi, jeni pak të lodhur. Ju erdhët për një fjalë inkurajimi. Ndoshta menduat se do të merrnit një shkop magjik. Ndoshta thatë, sekreti. E dini çfarë? Nëse lexoni libra mbi sportin e golfit, të gjithë donin të dinin se cili ishte sekreti i Hoganit. Para 30 vjetësh, ata e botuan artikullin në revistën Life. Sekreti i Hoganit. Revista pati shitje stratosferike. Të gjithë e lexuan dhe kur e mbaruan thanë, nuk gjeta ndonjë sekret. Thanë kështu sepse në të vërtetë nuk kishte asnjë sekret. Në fakt, kishte një të tillë, por ai mbetet ende sekret. Unë e di se cili ishte. Ja cili është sekreti. E keni këtu. Uluni në gjunjë dhe kërkojini Perëndis që t'ju ambush zemrën me dashuri për Krishtin përmes fjalës së tij. Le të rrim në gjunjë derisa ai të na mbush me pasion në lidhje me mjaftueshmërinë e padiskutueshme të këtij libri. Pastaj le ta marrim dhe le të mos u japim kështu miqve dhe fqinjve tan. Pra jo me forcë, por siç thotë edhe një këngë e John Lennonit, le të hyjmë në mes gjithë atyre njerëzve të vetmuar e të zbulojmë se prej nga vijnë të gjithë ata.